Në prag të takimit të radhës të liderëve politik, kryetari i PDSH-s Mendu Thaçi është shprehur i gatshëm të bashkëpunojë me liderin e BDI-s Ali Ahmeti. Ai e bëri publik këtë qëndrim në emisionin Zona B të Klan Kosovës. Thaçi ftoi Ahmetin për çfarë do bashkëpunimi të mundshëm, por që edhe Ahmeti të marrë në konsiderat kërkesat e PDSH-s, si dhe koston që kjo ka në bllokun Maqedonas. Thaçi madje sqaroi se në takimet e deritanishme me Ahmetin nuk është biseduar për asgjë serioze dhe asgjë politike, që nënkupton se bashkëpunimi i mundshëm është i vështirë. Asgjë serioze. Asgjë serioze. Asgjë politike. Dhe treta, ju më thoni, a ka mundësi që unë të bashkëpunoj me zotin Ahmeti? Po. 99% shumë vështirë. Unë flas për tokën, ai flet për mjegullat. Unë flas për njerëzit e vrarë që nuk është lehtë të kalueshme. Ai flet për prapaskenat e inskenimeve të ndryshme të ilegaleve. Unë i flas se nëse ne duhet t'i ndajmë përgjegjësitë, duhet t'i ndajmë edhe interesat. Nëse ai ka dëshirë që unë ta mbështes këtë rrugë të tij dhe mos t'i konkurroj, ne duhet të flasim bashkërisht se cilët janë interesat e partisë të cilën unë e drejtoj. Nëse ai e don bashkëpunimin shqiptar, duhet të jetë i vetëdijshëm se ky bashkëpunim duhet të ketë një kosto për maqedonasit. Thaçi ka komentuar edhe ngjarjet e Kumanovës, duke pranuar se ka pasur njohuri paraprake rreth grupit armatosur, por duke këmbgulur në atë se Kosova nuk ka asgjë të përbashkët me gjendjen e krijuar në Maqedoni. Kemi pas informacione paraprake për shkak se ndodhi edhe rasti i Gushincës. Dhe aty me politikanë dhe me drejtues shqiptar ku kanë pas mundësi unë këtë paraqitë si shqetësim. Po unë jam shumë i limituar nga instrumentet që mund t'i përdori, por Kosova s'ka asgjë të përbashkët me të këtë ngjarje e cila ndodhi në Kumanov. Janë kosovar megjithatë. Fizikisht janë kosovar, po politikisht janë njerëzit të cilët e kanë drejtuar luftën e 2001-shit. Dhe në aspektin social, dhe në aspektin e rehabilitimit vazhdojnë të jenë problemi i Maqedonisë. Ata njerëz të cilët sot janë nëpër institucione drejtues, po qofshin edhe ministrat e BDI-s, nuk janë manekenët e luftës 2001-shit. Këta janë njerëzit të cilët e ndryshojnë situatën. Dhe kur këta njerëz, qoftë edhe në Amerikë, veteranët e luftës, ju nuk i trajtoni në aspektin social, në aspektin ekonomik, pa dhe politik, dihet se ata do t'i shprehin pa kënaqësitë e tyre. Pjesa më e madhe e tyre ngelen pa përkujdesje sociale dhe ekonomike. Thaçi sqaroi më tej se zgjidhja e krizës politike është vetëm rregullimi i statusit juridiko-kushtetues të shqiptarëve, i cili duhet të jetë i barabartë me maqedonasit.